Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Ky është horoskopi i premte 7 nëntor 2025. Dashi. Do të dini të jeni të mirë, të shkëlqyeshëm. Tani mund të përdorni potencialin tuaj për t'i dhënë një ndryshim rrënjësor profesionit tuaj. Demi. Situata e përgjithshme thotë se zemrat e vetmuara ende nuk kanë gjetur gjysmën tjetër të mollës. Kjo nuk është rastësi, mos e fajsoni fatin, por jeni ju që nuk i jepni vetes ose jeni shumë kritik. Binjakët. Fati ju arrin papritur dhe nëse nuk mbylleni në shtëpi mund të keni rezultate të shkëlqyera edhe në dashuri. Nuk do të çuditem nëse vendosni të ndryshoni jetën tuaj, statusin martesor, të bëni diçka të mirë, emocione në progres. Udhëtim ose udhëtime për punë dhe pushime. Gaforja. Dita duhet jetuar kështu, pa i detyruar gjërat, një ftesë që u bëj veçanërisht atyre që kanë përjetuar një ndarje dashurie. Ju jeni pak i çuditshëm sot. Luani. Deri në mesditë, ju rekomandojmë të mos nxitoni në vendime dhe çështje biznesi. Unë rekomandoj relaksim, reflektim. Virgjëresha. Një periudhë nismash të reja për ata që kanë biznesin e tyre. E ndjeni shpirtin tuaj të lumtur dhe pothuajse jeni të mahnitur. Peshorja. Brenda pak ditësh do t'ju duhet të merrni një vendim të rëndësishëm në lidhje me familjen ose dashurinë tuaj, mos zvarritni situata të panevojshme. Akrepi. Tensionet, emocionet, situatat që krijohen sot janë të vështira për t'u menaxhuar dhe edhe ju mund të thoni mjaft, duke rrezikuar diçka. Ndonjëherë ju duket se jeni i rrethuar nga paaftësia. Shigjetari. Ditë në nështruar, keni raportuar një bezdi të vogël, ndoshta jeni të shqetësuar për një çështje që ju shqetëson, nuk doni ta tregoni. Edhe në çifte më të mira, diçka e çuditshme mund të ndodhë. Briqapi. Ditë e menduar për punë, për paratë e nevojshme për të rregulluar çështjet që kanë të bëjnë me shtëpinë, shpenzimet për modernizimin, vëmendjen me këste dhe hipotekat. Ujori. Disa lajme janë të mundshme. Nëse jeni vetëm, përpiquni të mos qëndroni atje shumë gjatë sepse dashuria mund të bëhet përsëri protagoniste. Peshqit. E shkëlqyeshme kjo ditë, një kohë veçanërisht e përshtatshme për të përjetuar një dashuri të re. Ndikimet stimuluese dhe produktive ndihmojnë në çështjet profesionale dhe veçanërisht financiare. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.